Fillon ceremonia, ndjekim parakalimin e procesionit akademik në përbërje të rektorit, prorektorëve dhe dekanëve. I nderuar rektor I Kolegjit AB Profesor Dr. Lulzim Tafa. I nderuar zotëri Rifat Jashari. I nderuar zotëri Lazim Destani. Të nderuar diplomant. Të respektuar prindër dhe familjar. Të nderuar profesor dhe staf I Kolegjit AB. Të nderuar të pranishëm, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në ceremoninë solemne të diplomimit të absolventëve të gjeneratës së fundit të Kolegjit AB. Të nderuara zonja dhe zotrinj, sot për të gjithë ne është një ditë e veçantë, sidomos për diplomant, për ju pra kolegë dhe kolege që keni të veshur togat. Këtë simbol kaq domethënës dhe mbreslënës në të njëjtën kohë. Sot të gjithë ne që jemi këtu, krenohemi me ju. Por në veçanti, prindrit dhe familjarët tuaj. Andaj ju lutem një duartrokitje shumë të madhe për prindrit dhe familjarët tuaj, për mundin dhe sakrificën e tyre për ju. Më lejoni të prezantoj para jush stafin udhëheqës akademik të Kolegjit AB, duke filluar nga rektori Kolegjit AB Lulzim Tafa. Venera Lunji, prorektore për bashkëpunim ndërkombëtar. Gzim Shabani, prorektor për çështje financiare. Dhe Fortuna Mehmeti, prorektore për çështje akademike. Të nderuar student, jemi shumë krenar që ju shohim juve sonte këtu. Profesorët tuaj dhe stafi I Kolegjit AB ju mbajnë mend që nga ditët e para tuajat në universitet. Mbajnë mend angazhimin, përpjekjet dhe sukseset tuaja gjatë këtij rrugtimi. Andaj, jemi të sigurt që sukseset tuaja nuk do të mungojnë edhe jashtë universitetit.
Kolegji AAB, si gjiganti më i madh i arsimit të lartë jo publik në vend, është me fat që sonte flet në emër të suksesit, arritjeve profesionale dhe mbi të gjitha ngritjes tuaj akademike. Kolegji AAB do t'jetë vendi ku ju gjithmonë do t'jeni të mirë se ardhur, vendi i cili gjithmonë do të dëshiroj të dëgjoj për sukseset dhe arritjet tuaja profesionale. Të nderuar pjesëmarrës, tani kemi kënaqësinë që të ftojmë rektorin e Kolegjit AAB, profesor Dr. Lulzim Tafa, për fjalimin kryesor të kësaj ceremonie. Të nderuar mysafir, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, të nderuar përfaqësues të familjes heroike Jashari, Zoti Rifat Jashari, Zoti Rifat Jashari, urime për diplomimin e nipit tuaj Shabanit. I nderuar Zoti Destani, i nderuar kryetar, nënkryetar dhe antar të Këshillit Drejtues dhe të Bordit Industrial të Kolegjit AAB, të nderuar prorektor, dekan, profesor dhe ju stafi mrekullueshëm i AAB-s, e para së gjithash ju të dashur diplomantë. Sot është një ditë e veçantë për ju. Ceremonia diplomimit është shpërblem i angazhimit, i punës së palodhur, konsistencës dhe përballjes me sfida të mëdha. Ju keni treguar se jeni të aftë të arrini suksesin edhe aty dhe ky është vetëm fillimi i rikthimit tuaj drejt së ardhmës. Në të ardhmen, ju patjetër që do të hasni në sfida të reja, por duhet të jeni të gatshëm të vazhdoni që të mësoni, të zhvilloheni dhe të kontriboni në shoqëri në mënyrën që ju e dini më së miri. Mos harroni se fuqia më e madhe është brenda jush dhe përmes saj mund të arrini çdo gjë që dëshironi. Nga sot, secili nga ju i është shtuar një titull. Nga sot, të gjithë ju jeni me profesione, ndikim dhe do të shërbeni komunitetit përmes punës dhe angazhimit tuaj. Do të ushtroni ndikimin dhe do të jeni pjesë e jetëve të shumë njerëzve, andaj për ju sot e kam vetëm një mesazh. Punoni fort dhe punoni ndershëm. Bëjeni gjithmonë gjën e duhur, edhe atëherë kur mendoni se nuk po ju sheh askush, edhe atëherë kur mendoni se nuk po vlerësoheni sa duhet, sepse duke vepruar drejt, ju shpërbleheni me dhuratat më të çmuara që janë e drejta dhe suksesi. Të dashur diplomantë, për ju sot fillon jeta profesionale. Disa jeni të punësuar, disa do të punësoheni, disa do të vetë punësoheni e disa do të shndroheni vetë në punëdhënës. Fundja, kjo është detyra universiteteve, që të përgatisin kuadra për tregun e punës. Ju sot jeni të gatshëm për këtë treg. Ju sot jeni profesionist dhe ajo që ka rëndësi është që të jeni të mirë në profesionet e juaja. Nëse ju bëheni jurist të mirë, ekonomist të mirë, arkitekt të mirë, gazetar të mirë dhe profesionet e tjera për të cilet ju jeni përgatitur, pra nëse ju jeni profesionist të mirë, puna vetë do t'ju kërkoj juve. Dhe unë kam besim të plot në ju se kjo do të ndodhë me ju. Ne sot e kemi ftuar për një fjalim për para jush, një përfaqësues të punëdhënësve, një personalitet shumë frymëzues. Ai është Lazim Destani, shqiptari më i suksesshëm sot në botën e biznesit, me biznese të shtrira në 4 kontinente. Ai sot do t'ju tregoj juve se rruga suksesit, ashtu siç nuk është e lehtë, ashtu nuk është edhe pamundur. Po ashtu, krahas shumë mysafirëve që kemi sot në festën tonë të madhe, jam i nderuar që në këtë sallë bashk me ne është edhe një ndrimtar i madh, poeti amerikan William Wolyach,
Thank you for your presence, Bill. Të nderuar diplomat, as ky moment nuk është moment ndarje me ju. Me shumicën për jush, ne do të jemi bashkë edhe në vazhdim të studimeve master. Por, as pas kësaj, ne nuk do të ndahemi, sepse ne jemi bashkuar para 3 viteve me ju për të qenë gjithmonë bashkë. AAB do të jetë gjithmonë me ju, do të ndjek me shumë vëmendje performancën tuaj në vendet e punës që do t'i mbani, do të jetë krenar me ju, ashtu si që ju jeni gjithmonë të lidhur ngusht me emrin e madh të AAB-s. Emri juaj dhe emri AAB-s janë një dhe të pandashme. Uroj që kjo ditë të jetë vetëm një fillim i mbar për të gjithë ju. 700 të diplomuar, 700 brende të reja sot po i shtohen vendit tonë, po i shtohen botës. Ndryshoni, zbukuroni dhe punoni ashtu si që dini vetëm ju, sepse secili nga ju jeni të veçantë dhe autentik në atë që zgjidhni, në atë që bëni. Ju dëshiroj shumë suksese në jetën tuaj profesionale. Zoti ju bekov të gjithëve. Faleminderit. Ju faleminderit rektor Tafa. Evente si ky sonte tradicionalisht sjellin një fjalim guest speaker si musafir ekskluziv që të mbajë një fjalim për gjeneratën që diplomon sonte. Andaj kam kënaqësinë që të ftoj para jush zotrin Lazim Destani për fjalimin e tij. Të dashur student, i nderuar rektor Lulzim Tafa, të nderuar profesor të kolegjit AAB, i nderuar Baca Rifat Jashari, të nderuar prind e familjar të studentëve. Të nderuar media dhe gjithë ju të pranishëm në këtë sallë të madhe. Me shumë kënaqësi e pranova ftesën për të marrë pjesë në këtë ceremoni ku kurorzohet puna disa vjeçare e ju studentëve dhe gjithë stafit akademik të kolegjit AAB. Miqët e mi, drejtues e pedagog të këtij kolegji, ju falenderoj për ftesën dhe njëkohësisht dua me këtë rast të ju përgëzoj për arritjet që ka shënuar ndër vite kolegji AAB, duke bërë një ndër pjesët më thelbësore të arsimit këtu në Kosovë. Të dashur student, përzemërsisht ju përgëzoj që në këtë ditë të veçantë të jetës suaj. Diplomimi juaj është mjaft domethënës, pasi ai përbën kurorzimin e dijeve të gjithë secilit në drejtimin që keni ndjekur. Jam i bindur se ju sot, krahas gëzimit që emocioneve, keni edhe ndjenjën e mirënjohjes ndaj profesorëve tuaj, të cilët ju kanë pajisur me ditori
pra me armën më të fuqishme për të ecur përpara në karrierën tuaj profesionale. Arsimi cilësor është për të çmuar jashtëzakonisht shumë, pasi ai përbën themelet e zhvillimit të përgjithshëm sociokulturor dhe ekonomik të vendit. Sot këtu të gjithë pjesëmarrësit po përjetojnë çaste të mrekullueshme gëzimi. Dhe me këtë rast duhet të ju sjellë në vëmendje ju studentëve se ky nuk është thjesht një kurorëzim individual i dijeve tuaja, por është dhe një investim i jashtëzakonshëm i familjeve tuaja dhe mbi të gjitha i shoqërisë sonë. Sot prindit tuaj janë më të lumtur se ju. Prandaj, një urim të veçantë unë po bëj të gjithë prindve tuaj, sepse investimi për të edukimin e fëmijëve është investimi më i rëndësishëm që bën çdo prind në jetën e tij dhe për familjen e tij. Jam i bindur se ambicjet tuaja nuk përfundojnë me këtë diplomim. Ju duhet t'i vazhdoni të gjitha etapet me vëmendosëri edhe më tej. Kini guximin dhe besimin të vetja. Kur mos thoni se kjo apo ajo nuk mund të arrihet. Me vullnet, me punë e përshkushtrim, me nder e kurrektësi, patjetër arrihet suksesi në të gjithë drejtimet. Nga eksperienca ime, mund të ju them se në rrugtimin tuaj profesional, ju do të hasni sfida nga më të ndryshmet, pra që nuk keni pasur mundësi të i gjeni në për librat tuaj, por kur mos u tërhiqni, me vendosmëri arrihet çdo synim. Dhe në mënyrë dhe në mbyllje të fjalës sime, nga fjalës sime, po të doja të ju bëj një porosi. Në rrugën tonë që kemi përpara, kur mos largoni nga vëmendja e familjes dhe adheut tonë. Ju uroj suksese në rrugtimin tuaj akademik e profesional. Punoni për veten tuaj, punoni për familjen tuaj dhe punoni për adheun tuaj. Të ju them të drejtën, unë ma mirë kisha folë edhe pa letër, pasi se jam në praks ma i koncentruam, po u du të maj këtë regulore tu. Dhe fjalët e fundit çka duhet të them, gjithmonë duhet t'i besoni vetes. Dhe njeriu kur i beson vetes, dije se çdo punë realizohet. Mos e bani një punë që nuk e doni, vetëm atë çka e doni. Ju uroj suksese gjithmonë. Ju faleminderit zoti Destani për këtë fjalim dhe këto mesazhet mrekullueshme. E përcjellim me duar trokitje. Më duhet të them se ka qindra e mira rrëfime suksesi që për këto 2 dekada kanë dalë nga kolegji AB, duke na bërë krenar me sukseset e tyre. Sot kemi përzgjedhur një të tillë, që na e sjell ish studentja jon, e diplomuar me sukses të shkëlqyer në bachelor dhe master në fakultetin juridik të kolegjit të AB. Sot, një nga figurat mediatike më të pëlqyera në vend, Flaka Vitaku.
Përshëndetje për gjithë juve. Zotri Destani tha që ma mirë kisha me fol pa letër, unë e lash letrën tam atje. Atëherë përshëndetje rektor Lulzim Tafa, përshëndetje profesor, përshëndetje gjithë stafi mrekullueshëm i kolegjit OAB, përshëndetje juve prindër krenar, edhe përshëndetje për gjithë juve studentëve që me sot po i përfundoni studimet. Është një ndjenjë e veçantë që po ju shoh gjithë juve këtu me kapela të diplomimit, edhe më në fund mundem me thonë, e di që jeni shumë të lumtur, sepse po përfundojnë ato natët e gjata pa gjëm para provimeve, po përfundojnë ato kafet e pa numërta të cilat i kemi pi veç për me najtë zgjut për me mësu për ato provime, po përfundojnë kolokviumet, po përfundojnë streset, por po përfundojnë me sukses, sepse ne sot jemi mbledhur këtu për me festu edhe me kremtu këtë ditë të madhe dhe të rëndësishme të jetës sonë, sepse me të vërtet po mbyllet një kapitull shumë i rëndësishëm i jetës sonë që është kjo ceremonia e diplomimit. Sigurisht që se cilit prej nesh, edhe tash, edhe për mua dhe sa vite kanë kalu, na kujtohet dita e parë, kur kemi hyrë në kolegjin OAB me shumë vullnet, me shumë pasion, dëshira, qëllime, synime për të ardhmen, njëjtë isha dhe unë. Une edhe sot punoj në kolegjin OAB, punoj edhe në televizionin më gjigant në Kosovë ATV, edhe sot asaj dite, edhe sot asaj dite ndihem krenare për vendimin që e kom marrë para shumë viteve që studimet me i fillu në kolegjin OAB, sepse gjdo hap më është shpërbly, e tash punoj në atë objekt, në atë institucion që e ka një aromë të veçantë edhe sot e që ja kom pa hajrin, kështu që besom një keni mja pa edhe jo. Edhe pse e përmenda që studimet keni me i kujtu me shumë dashuri, knatësi, e di që tash e tutje juve, edhe pse sot jemi të festu, e di që e keni një lloj frike dhe një lloj stresi se çfarë ju prat në të ardhmen. Ashtu e kemi pas të gjithë, po më besoni, edhe pse nuk ju a merr mendja ndoshta, gjitha ato mësimet, leksione që i kemi marrë gjatë studimeve në kolegjin OAB, keni me i gjitë të vyshme për të ardhmen kur dilni në tregun profesionale dhe kur keni me vazhdu karrierat e juja. Keni me pa që gjdo ditë e juja në kolegjin OAB, edhe nëse nuk e mendoni se ju ka hy në punë, keni me pa që ato ditë kanë ju ndihmu me i kalu gjitha sfidat e juja që kanë ju dalë për para. Kështu që gjdo ditë, edhe ato ditët kër ju ndoshta keni kajt e keni qenë stresum, ja kanë vlejsh që hajde një duar trokitje për krejt ato natë pa gjëm. Një këshillë e jamja për juve, që une ende sot e vazhdoj, kolegji OAB më ka mësu që kur mos me u dorëzu. Nëse 8 herë dështoj, prap kam ngritë në komë edhe 9 herë kam e vazhdu edhe dikur kam e pas sukses për qëllimet e mia gjithmonë kam e arrit. Këto gjanaj kom mësu gjatë studimeve në kolegjin OAB me gjithë profesorët tanë që i kemi pas edhe vazhdoj t'i kem bashkëpunëtor, kështu që edhe jo kur mos u dorëzoni për me arrit qëllimet, synimet e juja, edhe po besoj që nuk kam e pas ndjenjë më të mirë se nesër kur takoheni në institucionet ku keni me punu, përveç që keni qenë kolegë të kolegjit OAB, tash keni me qenë kolegë të suksesshëm në secilin institucion. Kështu që mos u dorëzoni, edhe një herë, hajde po festojmë sonte urime gjenerata 2023, paqet suksese gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit Flaka. Dal nga dal po i afrohemi edhe momenteve më kulminante të kësaj ceremonie. Apo jo Resul? Po Irona, është e vërtet, dal nga dal, ne kemi mbritur në momentin kur do të thrasim se cilin dekanat me studentët e gjeneratës e vitit 2019-2020 që sonte kurorëzojnë diplomimin e tyre në mënyrë më madhështore të mundshme. Një mënyrë që shumë gjenerata ose e kanë pasur ëndër ose e kanë parë në për filma, mirë po që këta sot e jetojnë në realitet. Do t'iftojmë tani studentët e Fakultetit të Administratës Publike, në krye me dekanin Vrullim Buja për parakalimin e tyre.
studentët e diplomuar të këtij fakulteti janë Adisa Gashi, Agnesa Berisha, Aida Musliu, Albinor Luma, Aldrin Dobrunaj, Alketa Bajgora, Alketa Islami, Altina Banula, Arblinda Murtezi, Ardiana Berisha, Arlinda Berisha, Arlinda Shala, Beatrisa Hajdari, Besarta Mehmeti, Besarta Zeneli, Besiana Bekteshi, Besian Hasani, Bleona Istogu, Blerina Sadiku, Blerta Sadiku, Dafina Kryeziu, Delvina Krasniqi, Denisa Selimaj, Dion Hyseni, Djela Javori, Donjet Fejzullahu, Dorontina Kadriu, Dorontina Syla, Drenush Podujeva, Drilon Beqiri, Edmonda Smakiqi, Edona Aslani, Edonisa Smakiqi, Elza Begaj, Endrit Durmishi, Erza Uka, Erika Ismaili, Ermond Blahaj, Erona Gjinovci, Erza Potoku, Erza Hasi, Fahrije Gecaj, Fatbard Kërqeli, Fatjona Emini, Fatjona Krasniqi, Fatjon Krasniqi, Fatlind Dervishi, Fatmire Lekiqi, Faton Krasniqi, Fazile Paci, Fitore Emini, Fjolla Cikaci, Fjon Gjeladini, Florent Simnica, Gani Dubova, Gentrit Cakoli, Getuarda Rama, Gëzim Kuqi, Gjejlane Metaj, Granit Neziri, Hamide Bahtiri, Kaltrina Halilaj, Kaltrina Javori, Kosovare Namani, Krenare Hajdari, Kreshnik Haxhiu, Kujtesa Racaj, Laureta Shala, Lendita Ajvazi, Leonora Berisha, Leonita Bublica, Leonita Istogu, Leonora Kukaj, Lirie Makoli, Lirieta Syla, Lirik Hoxha, Marigona Zeneli, Medina Drevinja, Mimoza Hamiti, Qëndresa Nasufi, Redona Hoxha, Rilinda Uka, Rina Avdiu, Rina Kabashi, Rinesa Nishori, Rinesa Rudari, Rezarda Mehmeti, Sherif Aliu, Shpresa Elmazi, Tasime Geci, Teut Gegaj, Vigan Vitia, Vlora Berisha, Zaim Berisha, Djelza Konushevci, Djelza Ibrahimi, Rina Shala dhe Urim Hashani. Në emër të studentëve nga ky fakultet, flet Dorontina Syla. Dashur profesor dhe të dashur jo kolegë, faleminderit të gjithëve për këtë ditë kaq të bukur që e ke organizuar sot. Ditë që do të mbahet mend gjatë në jetën tonë. Është rasti që në emër të studentave të Fakultetit të Administratës Publike sot të falenderoj përzemërsisht profesorët e fakultetit tonë që bën të pamundurën që ne të arrijmë sa më shumë dije nga ta. Krenari të kesh qenë pjesë e kolegjit AB dhe sidomos e Fakultetit të Administratës Publike. Një tani që e kemi përfunduar fakultetin,
natyrisht që interesohemi edhe për të punësuar. Dhe ndjehemi jashtëzakonisht të lumtur kur kërkojmë punë në institucionet qendrore apo lokale të Republikës së Kosovës. Sepse pritemi krah e hapur si student të diplomuar në kolegjin AB. Dhe kjo gjë dëshmohet më së miri, sepse nuk ka institucion qendror apo lokal në Republikën e Kosovës që nuk ka punësuar një student që ka diplomuar në Fakultetin e Administratës Publike. Dhe mos të çuditni që nga kjo sallë e diplomuar, nesër apo pas nesër të kemi deputet, ministër, kryeministër dhe president të Republikës së Kosovës, gëzuar të dashur student. Radha që të ftojmë studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe Arteve në krye me dekanin Fitim Aliu për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar të këtij fakulteti janë Adriatik Krasniqi, Alketa Haxhi Mehmeti, Almedina Nika, Altin Sadiku, Andika Lutolli, Anita Mjeku, Argjend Ramiqi, Ariana Mulla Aliu, Arlind Hoti, Arnis Emërllahu, Art Aliu, Dafina Bytyqi, Dianis Kukaj, Djelza Shala, Dioklet Bardheci, Donika Arifi, Eduarta Ademaj, Elma Ahmeti, Elona Kuqi, Elsa Gashi, Emre Ismaili, Endrita Maksutaj, Era Qavdarbasha, Erblina Quni, Erdona Kadriu, Erza Haliti, Erza Kelmendi, Erika Blaca, Erisa Selimi, Erkanda Suka, Ermelinda Kamberi, Fana Hasanaj, Ferid Curri, Florinda Gjeka, Leonora Kryeziu, Lirie Ukaj, Mërgita Maksutaj, Rina Nezaj, Rina Sfishta, Rinesa Haliti, Ronita Shala, Rozana Krasniqi, Teuta Elmazi, Tringa Nimoni, Tringa Thaci, Vigan Mehmeti, Vjosa Spahia dhe Ylza Daliti. Në emër të studentëve nga ky fakultet, flet Erik Blaca. Zonja dhe zotrinj, të nderuar pedagog, meq dhe kolegë të diplomuar. Unë qëndroj para ju sot si studente diplomuar në dizajn interier me një zemër plot minjoje dhe krenari të pamos. Para së gjithash, dua të shpreh falënderimet e mia më të thella për profesorët tonë të përkushtuar, të cilët kanë ndarë ekspertizën, pasionin dhe mbështetjen e tyre të palëkundur gjatë gjithë rrugtimit tonë akademik. Udhëzimet tuaja kanë qenë të paqmueshme duke na formuar në artistët që jemi sot. Familjar dhe miq tanë, mbështetja juaj e palëkundur ka qenë një shtyllë force. Ju keni qenë atje gjatë sfidave dhe festimeve dhe për këtë jemi vërtet mirënjohës. Në mbyllje dua t'ju lëm me një citim të arkitektit legjendar Charles Eames, njohja e nevojës është kushti kryesor për dizajn. Le të vazhdojmë të njohim nevojat të shoqërisë, mjedisit dhe klientëve tonë dhe duke e bërë këtë të formojmë një botë më të mirë dhe më të bukur përmes artit.
Faleminderit të gjithëve për mbështetjet tuaj dhe për ndarjen e kësaj dite të veçantë me ne. Urime Gjenerata 2023. Faleminderit. Është radha e studentëve të Fakultetit Ekonomik me në krye dekanin Medain Hashani për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar të këtij fakulteti i lutem që të jenë më të ngadalshëm dhe vetëm kur të thuhet emri të marrin diplomën e tyre. Fillojmë me Adelina Zani Shabani, Adonis Stulca, Ajet Kamberi, Alban Turku, Albin Nrejaj, Alma Morina, Altina Lusha, Arbër Zabeli, Arbnor Haxhiu, Argjend Alia, Arjanit Hasani, Arjanit Limani, Arjanit Pacoli, Arjana Zekoli, Arlinda Bekoli, Armend Bërbatovci, Arta Vokshi, Aulona Ahmeti, Aulona Zeqiri, Aurora Krasniqi, Bardha Abdullahu, Beltina Feraj, Besjana Hajda, Betina Gjugja, Binak Gjon Balaj, Blendion Sherifi, Blendon Krapi, Bleorina Uka, Blerina Lipoveci, Blerona Kërqeli, Blerta Berisha, Bonisa Zogjani, Qlirimtare Gashi, Dafina Shehu, Daniela Mulaj, Durat Begaj, Diana Mehmeti, Dion Mullatahiri, Djelza Bajraktari, Donarta Kosumi, Donika Hoti, Drenusha Reznici, Edisona Bujupi, Edita Ukhaxhaj, Eliesa Fetahaj, Elma Sinani, Elon Rashiti, Elza Jupa, Erza Tafa, Erjona Racaj, Erlind Shala, Ermal Hasani, Erona Vrela, Etnik Jashari, Fadile Pepshi, Fatjona Zekoli, Fatlind Zogaj, Fitore Adeni, Fjolla Ramadani, Florentina Krasniqi, Gresa Grajqevci, Havushe Imeri, Ibadete Hoti, Joni Peçmarkaj, Kaltrina Jakupi, Kaltrina Milici, Kaltrin Mazreku, Kosovare Hoti, Kreshnik Raci, Lauresa Toplana, Leart Tora, Ledi Gjini, Leila Shala, Lendina Alia, Leonita Dobruna, Leonora Haradini, Lindrit Sopi, Lorik Bytyqi, Lorik Maloku, Laura Krasniqi, Meliza Nazifi, Merita Klaiqi, Milaim Morina, Muhamed Aliu, Pren Nikol Bibaj, Qendresa Dobruna, Qendrim Zenaj, Ramadan Regjepi, Redon Dervishi, Riona Kelmendi, Rolinda Salcaj, Sara Halili, Sara Vula, Saranda Feta, Shkurta Aliu, Shpend Bahtjari, Shpresa Hashani, Shqipon Krasniqi, Valdrina Salihu, Valentina Ademi, Valentina Kryeziu, Valz Bekteshi, Valis Aliu dhe Viola Zeqiri. Ndërsa, në emër të studentëve nga ky fakultet, flet Bardha Abdullahu.
Të nderuar të pranishëm, mirë se vini në ceremoninë e diplomimit të gjeneratës 2020-2023 në kolegjin AAB. Në emër timin dhe të kolegëve të mi, ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Disa tri sot po thojnë se është lehtë me kry fakultet, po edhe ata të moqmit kanë thonë se është lehtë, veç a dën, mësën, Zotit nimon e krejt i bën. E sot, të gjithë jemi të diplomuar, falë për kushtimit, punës dhe disiplinës sonë. Falenderoj familjen time, e cila më mësoj se çka janë këto vlera. Falenderoj veçmoj të gjithë profesorët e mi të fakultetit ekonomik që kam atakuar gjatë këtyre 3 vite në studime, të cilët më mësuan se si të punoj me këto vlera. Ndjem krenare që jam e diplomuar në një institucion arsimor në Kosovë, që ka një nivel akademik kaq të ngritur e vlera njerëzore për të admiruar. Falenderoj dekanin e fakultetit ekonomik, profesori Medain, që më mundsoi të mbaj këtë fjalën para ju sot dhe t'ju falenderoj të gjithëve. Ju më mësuat vlerat, mirë po ju e meritoni vlerësimin. Falenderimi është vlerësimi më i sinqertë. Kolegëve të mi ju uroj suksese, faleminderit kolegji AAB për cjellsh edhe shumë gjenerata të tjera. Radha që të ftojmë studentët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja në krye me dekanen Aida Alla për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar të këtij fakulteti janë Adrian Gërvalla, Agnesa Makica, Ajshe Kryeziu, Alban Krasniqi, Albert Murseli, Albesa Sopaj, Albina Aliu, Altina Haxhaj, Altina Rexhaj, Amina Osmani, Anesa Vlahiu, Anila Avdiu, Arbenit Gjemajlaj, Arbnora Reshani, Argjend Berisha, Ariselda Behra, Arita Podrimçaku, Arnesa Kadria, Artiola Jashari, Blenda Hoti, Bleona Gashi, Bleona Nikçi, Bleona Sylaj, Bleron Kafexholli, Blerta Temaj, Bleta Shehu, Blin Gexha, Denisa Kafexholli, Djelza Daçaj, Djel Sulejmani, Donika Bujupaj, Dorjesa Hysenaj, Dorontina Kastrati, Dorontina Neziri, Dorontin Azizi, Edita Mehmetukaj, Edona Veseli, Edonisa Behluli, Elhan Kryeziu, Eliona Gashi, Elvira Topalli, Endrin Bytyqi, Erisa Hajrullahu, Eron Syla, Erona Beqiri, Erza Veseli, Etrit Hoti, Fatlind Shemsedini, Fatlume Igrishta, Fitore Bagjaku, Florent Brahimi, Florentina Segaci, Florian Kajtazaj, Ftes Rexbeqaj, Genta Krasniqi, Gentrina Krasniqi, Gresa Berjani, Gresa Qorri, Iliriana Oroshi, Kaltrina Hajrullahu, Kaltrina Kryeziu, Kosovare Krasniqi, Leordita Mehmeti, Ljumi Kastrati, Marigona Riza, Medina Nimani, Mimoza Bytyqi, Nita Osmani, Nora Topanica, Rea Ljoci, Rina Sadiku, Rinesa Ymeri, Ron Ukaj, Rosela Bardhi, Rezarta Mustafa, Uran Sermagjaj, Valentina Limani, Verona Krasniqi, Veron Regjepi, Vlera Berisha, Vlerona Aliu, Në emër të studentëve nga ky fakultet, flet Rea Ljoci.
Përshëndetje të gjithëve, është privilegj të flas në emër të kolegjit të AB dhe të gjithë departamentit të gjuhës angleze. Këto 3 vite studentore kanë qenë të mbushura me shumë kujtime të cilat do të mbeten në mendjen tonë gjithmonë. Kjo fal të gjithë profesorëve që mundsuan që rrugtimi jonë të jetë sa më i lehtë e sa më i këndshëm. Të dashur profesor, na ofruat jo vetëm ekspertizën tuaj akademike, por edhe shërbyes si shembuj të mirë. Që jemi mirënjohës të rjetës. Arritjet tona si student janë jo vetëm një testament i punës tonë, por gjithashtu edhe një reflektim i mbështetjes nga familja dhe miqtë tonë. Andaj edhe një falënderim shkon për ta. Ndërsa juve të dashur student, ju uroj suksese dhe fat. Shpresoj që të takohemi dhe të dëgjojmë emrin e juaj në gjithë sferat dhe sa më lartë. Faleminderit. Ndërsa tani i ftojmë studentet e fakultetit juridik në krye me dekanin mentor Lecaj për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar të këtij fakulteti janë Albulen Avdiu, Argjend Beka, Bardha Berisha, Liranda Berisha, Medina Vranovci, Shaban Jashari, Vler Mazreku, Adelina Mjekici Qalapeku, Aishe Neziraj, Alban Ademi, Altin Kurtishaj, Arbnora Osmani, Arnesa Bunjaku, Arsa Kunushevci, Art Vula, Artjan Shala, Aurora Tafili, Besjane Rustemi, Bleona Krasniqi, Bleona Muhajeri, Djelza Azemi, Djelza Makoli, Donit Kryeziu, Dorontina Demiri, Drilon Tmava, Drilona Markaj, Elhame Krasniqi, Elsa Jaroli, Erblina Arifi, Erona Musliu, Fatjona Tara, Fjoll Ramadani, Gentiana Manaj Gashi, Granit Makoli, Gres Shahini, Hasime Krasniqi, Irfan Aliu, Kaltrina Rustemi, Laureta Dërvodeli, Lejlane Rahmani, Liridon Qalapeku, Lora Ramadani, Marigona Mataj, Merita Ibrahimi, Milazim Hajra, Mimoza Rustemi Sadiku, Nafi Krasniqi, Orhidea Guta, Pranvera Krasniqi, Rabie Hoxhaj, Rina Plakqori, Shqipe Ibishi, Tringa Gajtani, Vesa Canaj, Visar Gashi, Vlera Osmani dhe Vlora Pektesh. Në emër të studentëve nga ky fakultet, flet Laureta Devodeli. Zonja dhe zotrin, të nderuar profesor të kolegjit AB, prindër, krenar dhe kolegë të mi të diplomuar. Ndërsa jemi në pragun e një kapitulli të ri në jetën tonë, nuk mund të mos reflektoj mbi udhëtimin e jashtëzakonshëm që kemi ndërmarrë së bashku. Sa heri kemi vënë në dyshim zgjedhjet tona duke pyetur veten nëse sakrificat ja vlenin. E sot, kur po diplomohemi, përgjigjja është e qartë. Po, ja vlenin. Unë qëndroj këtu, jo vetëm si individ, por si përfaqësues i ëndrave dhe i ambicjeve kolektive. Dua të shpreh mirënjohjen time më të thellë, së pari për prindërit dhe familjen time, mbështetja pa lëkundure së cilës më ka kaluar kohrat më të vështira. Dua gjithashtu të shpreh mirënjohjen dhe mbështetjen e jashtëzakonshme që gjeta te kolegët e fakultetit. Ne nuk kemi studiuar vetëm së bashku, ne u bëm një familje, një sistem mbështetës që ngriti njëri tjetrin.
për profesorët e mi, për kushtimi juaj për të formësuar mendjen dhe karakterin ton, ka qenë mahnetës. Puna juaj altruiste mbolli farat e suksesit ton. Faleminderit të gjithëve që na besuan, na mbështetën dhe na frymëzuan. Sot ne nuk festojmë vetëm fundin e një kapitulli, ne festojmë fillimin e tregimeve të reja të panumërta. Urime jures të sapo diplomuar, udhimi ynë sapo ka filluar. Radha që të ftojmë studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit në krye me dekanin Fatmir Pireva për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar të këtij fakulteti janë Ali Zogaj, Arblind Hoti, Bleart Fetahu, Bleona Kasami, Burim Elshani, Enes Mustafa, Gentian Ibishi, Qëndrim Vata dhe Riad Misini. Në emër të studentëve nga ky fakultet flet Bleona Kasami. Të nderuar profesor, të dashur koleg, prind dhe miq. Faleminderit që jeni sonte këtu për të festuar momentet më të rëndësishme të jetës sonë. Sot që jam këtu para jush si studentja e kolegjit më të mirë rajonal, jam shumë mirënjohëse dhe krenare. Kjo diplom nuk është thjesht një copës letër, është rezultati punës, përpjekjes dhe përkushtimit tonë. Më kujtohet momenti i parë kur kam hyrë në kolegjin AB. Kisha shumë pasiguri dhe frikë ndoshta. Por edhe dëshirë për të mësuar dhe për të rritur pikërisht në këtë objekt. Kemi kaluar sfida, ullje, ngritje, por gjithmonë bashkë qëndruam. E kjo shkon një falenderim shumë i madh dekanatit dhe gjithë stafit akademik të edukimit fizik. Gjithashtu mbështetjen e madhe patëm edhe për familjarëve edhe miqve tanë. Andaj, pikërisht jemi këtu sonte. Kjo diplom bartë mër vete përgjërësit dhere më tash çfarë kemi mësuar. Sot, jo vetëm që mbyllet një kapitull, por edhe hapën dyert e mundësive dhe sfidave të reja. Le të jetë kjo diplom forca shtytëse për sukseset tona të së ardhmes. Le të frymëzojmë, të eksplorojmë, të mësojmë dhe të kontribuojmë në shoqërinë tonë në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit të gjithë që ishit pjesë e këtij rrugtimi. Diplomat tona do të jenë dhe do mbesi simboli për kushtimit, këmbguljes dhe guximit tonë. I uroj gjithë kolegëve të mi sukseset e tyre dhe gjitha të mirat në të ardhmen. Ju faleminderit shumë. Ftojmë studentët e Fakultetit të Komunikimit Masiv në krye me dekanin Hasan Saliu për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar të këtij fakulteti janë Albina Haxha, Alketa Brahimi, Alma Vlasa, Arbenita Pajaziti, Arbnora Pajaziti, Arjan Agushi, Bleona Gërbeshi, Blerina Hasani, Drenusha Morina, Drilon Uruqi, Edon Gërbani, Erza Hoti, Erinda Miftari, Erza Nila, Etnik Sutaj, Gentiana Tosku, Gentrita Gjemajli, Gresa Shatri, Kaltrina Hajzeri, Laureta Gjokaj, Medine Aslani, Meliza Behluli, Merita Gërgjaliu, Saranda Bahtiri,
Sevdije Shala, Shyrete Maloku, Besa Deçani, Viola Musliu, Ardit Ajvazi, Diar Plepolli, Endrit Mehmetaj, Kreshnik Bejtullahu, Shkurte Dragusha, Shyrete Haziraj dhe Ylli Berisha. Në emër të studentëve nga ky fakultet flet studentja Gentiana Tosku. Përshëndetje të gjithëve, dua thjesht të marrë një moment për t'ju falenderuar sinqerisht për mbështetjen tuaj gjatë rrugtimit tonë. Ne nuk do të kishim arritur deri këtu pasi cilin prej jush. Një falenderim i veçantë shkon për dekanin e Fakultetit të Komunikimit Masiv, njëherë është dhe profesor Hasan Saliu, dhe për të gjithë profesorët dhe profesoreshat që ishin pjesë e këtij rrugtimi 3 vjeçar. Inkurajimi, mësimdhënia dhe durimi juaj qëndruan shumë për ne. Ju jemi shumë i njohës që kemi pasur njerëz kaq të mrekullueshëm pranë nesh. Falenderim kolegjit numër 1 në vend për të gjitha hapësirat dhe mundësitë e krijuara. Ne shihemi në master, urime për arritjen e këtij objektivi së bashku. Ftojmë studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike në krye me dekanin Jusuf Qarkaxhia për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar të këtij fakulteti janë Arnisa Sulejmani, Art Sadiku, Bleon Sejdiu, Çlirim Drenovci, Diora Vokri, Donart Ejupi, Edmond Shalja, Emir Shalaku, Erdit Hashani, Ermal Smajli, Fatjona Macedonci, Fitore Fazliu, Florent Geci, Florim Abazi, Florina Kasabaci, Gramos Toski, Kenan Spahi, Lulzim Blaca, Medina Berisha, Münker Taç, Recep Kastrati, Shqipdon Mulaj, Taulant Berisha, Valdrin Hajdaraj, Valmir Marolli, Yll Dibrani, Esad Kollari, Kastriot Gjoka. Në emër të studentëve nga ky fakultet flet Edmond Shalja. Zonja dhe zotrinj, profesor, prindër dhe kolegë të nderuar. Sot është një ditë e rëndësishme për gjithë ne, kur mbledhemi për të festuar diplomimin tonë nga Kolegji AB. Ndërsa ndodhemi në prag të një kapitulli të ri të jetës sonë, jam i nderuar që flas në emër të kolegëve të mi të shkencave kompjuterike. Udhëtimi ynë në Universitetin AB ka qenë më shumë se një transformim. Kemi pranuar sfida, kemi fituar njohuri dhe kemi zhvilluar ndjenjen e bashkëpunimit që do të qëndrojë me ne në vazhdimet tona. Shkencat kompjuterike janë një fushë që evoluon vazhdimisht dhe gjatë kohës sonë këtu kemi ndjekur përparimin teknologjik që vazhdon të formojë botën tonë. Të mos harrojmë mbështetjen dhe inkurajimin që kemi marrë nga familjet tona, miqt dhe anëtarët e Kolegjit AB. Këshilla dhe besimi në ne kanë qenë vendimtar në udhëtimin tonë. Diplomimi nuk është fundi, është fillimi i mundësive të reja, sfidave dhe aventurave. Është një moment për të reflektuar mbi të se sa larg kemi arritur dhe për të shikuar përpara se ku do të shkojmë. Le të përballojmë të panjohurën me entuziazëm dhe vetbesim. Le të përpiqemi për shkëlqim të kontribuojmë në komunitetet tona
dhe të mos ndalim kur të mësojmë. Ndërsa ecim përpara, mos harroni se potenciali ynë është i pakufizuar dhe së bashku mund të krijojmë një të ardhme shumë të ndryshme. Dëshiroj të falenderoj shumë të gjithë pjesëmarrësit, dëshiroj të falenderoj po ashtu edhe stafin e kolegjit AB dhe një falenderim shumë të madh të gjithë kolegëve të nderuar. Le të jetë suksesi shoqëruesi ynë i pandalshëm në këtë udhtim të mrekullueshëm. Ftojmë studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale në krye me dekanën Saranda Shatri për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar të këtij fakulteti janë Afërdita Duraku, Agnesa Binaku, Alban Mazreku, Albina Saltakaj, Albulena Kozhani, Alis Nasufi, Anduena Shaqiri, Arbenita Ramadani, Arbnesha Avdyli, Arbnore Plakici, Arget Visoqi, Arjana Horuni, Arjeta Islami, Arjoneta Ajvazi, Arjet Rukovci, Arnisa Mehmeti, Arta Bujupi, Art Malici, Artiola Vlasa, Bedrije Mujota, Blenda Rizahi, Blenda Sunguri, Bleona Abdullahu, Bleona Dulaku, Blerona Sulejmani, Blerta Selmani, Tafina Behrami, Tafina Bekteshi, Dea Baraliu, Delina Istrefi, Djelza Dema, Donik Mehmeti, Dorisa Muqa, Eljesa Berisha, Elma Bojaji, Elma Pantina, Endrita Racaj, Erikzona Hasi, Eriona Zulufi, Erlet Gërbeshi, Erza Gashi, Erza Zeka, Fatime Hyseni, Fatime Selmani Heta, Fleta Plana, Flora Deliu, Florentina Sejdiu, Floriana Zhubi, Hana Grantoli, Hanife Mustafa, Hasnie Prelvukaj Moesman, Hysnie Krasnici, Jehon Mazreku Gashi, Loresa Paci, Majlinda Gërgjaliu, Malsor Bajra, Man Blakaj, Mehreme Bajoku, Mevlude Fetahu Deliu, Mirlind Sahitaj, Qamile Amrlahu, Rejhane Zeka, Renea Mazrekaj, Rinesa Sopjani, Rinora Tafilaj, Rezarta Beshiri, Shkurte Lekici, Shqipdone Krasnici, Taibe Mustafa Gashi, Teuta Dalipi, Teuta Kacabaq, Valbone Vlaci, Valdete Dakaj, Venera Jonuzaj, Verona Osmani, Vildane Shala, Vlera Hoxha, Gjeneta Fetahu dhe Gjylferie Begaj. Në emër të studentëve, nga ky fakultet flet Hana Grantoli Visoka. Përshëndetje të nderuar, kam nderin që në emër të gjeneratës 2019-2020 të Fakultetit të Shkencave Sociale, Programit për Kujdesin dhe Mirëqenien e Fëmijëve, ti përshëndes dhe falenderoj përzemërsisht stafin e mrekullueshëm të këtij fakulteti, të cilët me përkushtimin e tyre përgjatë studimeve na aftësuan që ne sot të mund të bëjmë edhe betimin e mësuesit. Për betimin e mësuesit, lusë të gjithë të diplomuarit të ngritën në këmbë. Do të kryoj detyrimin tim me ndërgjegje dhe krenari. Nxënësit e mi nuk do të jenë vetëm nxënës, por edhe fëmijë
dhe kur nuk do të harroj që për fatin e tyre edhe vetë mbaj një pjesë të përgjegjësisë. Do të ambuloj me të gjitha mjetet ekzistuese nderin dhe profesionin tonë. Kolegët e mi çdo herë do të janë edhe miqët e mi. Në bashkëpunim me ta do të përpiqem që vazhdimisht ta përkryej veprimtarinë e shkollës në kuptimin efikas të njohjes të gjitha të drejtave, në edukimin dhe barazinë sociale në arsim. Këtë betim solemn e jap plotësisht në mënyrë të lirë dhe me nder. Përveç kësaj, dua të shtoj se edukimi është baza themelore e arritshmërisë së fëmijëve. Prandaj, një ndër faktorët kyç të arritshmërisë së fëmijëve janë edhe mësimdhënësit, e ata jemi ne sot. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ne t'ju mundsojmë atyre zhvillimin e njohurive, shkatësive dhe të gjitha kompetencave. Një laps, një libër, një mësues, po ashtu dhe një nxënës mund të ndryshoj botën. Ju faleminderit për vëmendjen. Vazhdojmë me fakultetin e parafundit të kësaj ceremonie, fakultetin e psikologjisë në krye me dekanin Naim Telaku për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar të këtij fakulteti janë Adriatik Lugici, Adriatik Zymberi, Advije Halimi, Aida Morina, Alma Demaj, Anita Mustafa, Ardi Musliu, Ardrita Humolli, Arjanita Hoxha, Arieta Jakupi, Arlinda Morina, Bleona Sejdiu, Diana Gallapeni, Djelorit Abdullahu, Djelza Ajeti, Ebrar Kalisi, Edonesa Çollaki, Edonisa Desku, Elma Hoxha, Ema Ramosaj, Eriona Zeinullahu, Erolinda Hajrullahu, Erta Demaku, Fjolla Maksutaj, Flora Likaj, Floriana Morina, Florida Regjepi, Gresa Koçinaj, Hana Hajdari, Idriz Muji, Ihdina Muriqi, Jon Demjaha, Jonil Kastrati, Kosovare Jusufi, Lauresa Alshiqi, Leonita Buzhalja, Leonora Kabashi, Liridona Ibrahimi, Lirika Blaku, Lorenta Mulaj, Mirjeta Preshtreshi, Nimete Muji, Norma Shalja, Rea Gashi, Redon Kryeziu, Rina Simnica, Rinesa Hasani, Ritana Zabelaj, Rona Glogjani, Rovena Gjemajli, Shpat Maljoku, Shpat Regjepaj, Sumeja Berisha, Ujeta Shatri, Uran Azemi, Valza Ahmed Gjekaj, Vesa Zeinullahu, Vlera Gyheli dhe Ylka Gjikolli. Në emër të studentëve nga ky fakultet, flet Adriatik Lugici. Fundit është edhe këtë që atmosferë tepër e mirë sot. I nderuari
staf, në fakt të ndëruar staf akademik, të ndëruar përfaqësues të dekanateve, të ndëruar student e ju që po diplomani sot. Sot kam nderin e veçantë edhe privilegjin gjithashtu që të përfaqësoj fakultetin e psikologëve të arshëm, fakultetin më të mirë. Tashmë rrugtimi ynë nuk është asgjë më pak se sa transformues. Ata që kemi qenë dikur nuk jemi më. Jemi të rinj që po zhvillohen dhe po jenë psikologë që do të ndalen tek pjesa e analizimit të mendjes njerëzore dhe problemet të cilat ne i kemi t'i zgjedhim përmes këtyre praktikave që i kemi mësuar. Diçka që dihet është që Kosova ka uri për njerëz të tillë e njerëz që kontribuojnë në shëndetin mendor. E pikërisht ne, ata që po diplomojmë sot, duhet të bëjmë më të mirën për të luajtur rolin që na takon. Të jemi psikolog e të jemi ata që bëjnë ndryshimin. Edhe një herë urime gjithë secilit prej juve edhe egzofshit. Në mbyllje të kësaj ceremonie, ftojmë studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore që përfshin programet infermieri, stomatologji dhe radiologji, në krye me dekanin Idris Sopjani për parakalimin e tyre. Studentët e diplomuar në këto fakultete janë Agnesa Berisha, Ahmet Selmani, Albina Dautaj, Albin Kurtaj, Albin Ukshini, Albina Ramadani, Albrim Thaci, Alketa Rushiti, Alketa Thaci, Alma Spahiu, Altin Ukshini, Altina Bugujevci, Andi Latifaj, Anita Hasi, Anjesa Berisha, Arenta Duhlaku, Ariana Peci, Arlinda Muja, Arnesa Vojvoda, Artiola Dervishi, Artiola Gashi, Atjene Latifi, Beltin Syla, Besforta Haja, Besjart Jashari, Beslinda Gashi, Bjondin Ismaili, Blenda Hasani, Bleona Berisha, Bleona Hyseni, Blerta Baftjari, Brikena Rushiti, Qlirim Dushica, Dafina Isaku, Dafina Perteshi, Dea Kabashi, Denis Mitrovica, Denisa Selimi, Dielza Jahii, Dielza Veseli, Donika Jakupi, Donjeta Sejdiu, Dorina Belegu, Edit Hajrullahu, Edona Zekoli, Egzon Nrecaj, Egzona Arlati, Egzon Elshani, Elhame Sallahu Mullici, Elma Kaludra, Elma Syla, Elona Vehapi, Elsa Sylaj, Els Mehmeti, Emnolina Bajramaj, Endrit Bojagjinci, Angel Morina, Enisa Sahiti, Erblina Nishori, Erdona Shala, Erza Behrami, Erza Cakici, Erza Curaj, Erza Emini, Erika Vila, Ermira Bajrami, Erolinda Blakaj, Fatime Gashi, Fisnike Kastrati, Fitore Bilali, Fitore Jakupi, Fjolla Beqaj, Fjolla Bislimi, Fjolla Kabashi, Fjolla Villa, Flandra Bunjaku, Florian Neziri, Flutura Berisha, Fortesa Gashi, Ganimete Morina, Gent Nrecaj, Gentrit Bojagjinci,
Gzime Belopoja, Granit Beqiraj, Gresa Rukiqi, Hamide Kryeziu, Jehona Vila, Jeta Baloku, Jeton Buzhala, Leonora Berisha, Leorena Plana, Leorin Murina, Leotrim Krasniqi, Liridona Shabani, Lirim Shabani, Liza Ibrahimi, Margarita Hajdari, Marigona Rama, Medina Imeri, Medina Kosumi, Merita Bojagiu, Mira Metolli, Mirande Morina, Monika Prenkaj, Nit Mahmuti, Remzie Plana, Rinesa Kaludra, Rita Kurhasku, Ronesa Ismaili, Rezarta Muloli, Rezart Begaj, Saranda Ramadani, Sofie Kosumi, Uran Malaj, Valentina Qitaku, Valentina Sejdiu, Valentina Zekoli, Vanessa Hamza, Verona Azemi, Vlora Ismaili, Vlora Gjemajli dhe Zylfie Kabashi. Në emër të studentëve nga ky fakultet flet Anita Hasi. Para se të flas studentja e fundit, le të marrin diplomat studentët që janë duke pritur në radhë. Nuk keni me dollë dhejtë e marë kulturën, ha? Përshëndetje të gjithëve. Si përfaqësuese e të diplomuarve të Fakultetit të Infermierisë, ju uroj shumë suksese. Falenderoj dekanin, Idris Opjanin dhe të gjithëve që janë pjesëmarrës këtu. Në rastin kur po i në radhët e antarëve të profesionit mjekësor, betohem solemisht në jetën time se do ta vë në shërbim të humanitetit. Ndaj mësuesve do ta ruaj mirënjohjen dhe respektin e duhur. Profesionin tim do ta ushtroj me ndërqeshje e me dinjitet. Shëndeti i pacientit tim do të jetë brenga ime më e madhe. Do t'i respektoj dhe do t'i ruaj fshehtësitë e tij. Do ta ruaj me të gjitha forcat e mia nderin e traditës fisnike të profesionit të mjekësisë. Kolegët e me do t'i konsideroj si vëllezërit e me. Në ushtrimin e profesionit tim ndaj të sëmuarit nuk do të ndikoj përkatësia, nacionaliteti, raca, politika apo përkatësia klasore. Që nga fillimi do të ruaj jetën e njeriut në mënyrën absolute. As në kushtet e kërcenimit nuk do të lejoj të keq përdorën një urit e mia mjekësore, që do të ishin në kundërshtim me ligjin dhe humanitetin. Këtë betim po e jap në mënyrën solime e të lirë, duke mbështetur në nderin tim personal. Faleminderit të gjithëve nga zemra.
ne jemi edhe më të emocionuar se ju më duket për momentin që na pret. Është momenti kur i gjithë kjo organizim dhe kjo madhështi përmbyllet me hedhjen e kapelave për një etapë të re e cila ju pret. Para se të hedhim kapelat, ju lutëm për një duartrokitje dhe një përshëndetje për studentët e stomatologjisë. Dhe është momenti kulminant. Ju lutem që të zgjoheni gjithë në këmbë, kurse unë dhe Erona do të fillojmë numrimin mbrapsht para hedhjes së kapelave. A jeni gati? Pes, 4, 3, 2, 1, urime! Urime për të gjithë, ju uroj përzemërsisht që rrugët tona të mos ndahen këtu dhe të jemi gjithmonë krah jush dhe sukseseve tuaja. Urime! Urime dhe sukseset më të mira për ju. Për fund duam t'ju falenderojmë të gjithve, rektorin, stafin menaxhues, administrativ, familjarët, studentët dhe të fundit, por jo më pak të rëndësishmit, ekipin e mrekullueshëm të televizionit ATV për mbullimin mediatik të sotëm. Mirupafshim në sukseset e radhës. Mirupafshim sukseset e radhës dhe në ceremoninë e ardhshme me studentë të ri.